Zbulohet sekreti si t'i pastroni dritaret e shtëpisë me uthull molle. Larja e xhamave kërkon jo vetëm zhdërvjetësi, por edhe shumë mund për të lehtësuar punën dhe për ta përshpejtuar atë ekspertët këshillojnë përdorimin e uthullës së mollës. Për të përftuar tretësirën e duhur të përshtatshme për xhamat, ju duhet të përzini sasi të barabarta të uthullës me ujin e nxehtë. Përdorni një sfungjer për të larë xhamat me ujin me uthull dhe siguroni ta shtrydhni mirë para përdorimit. Më pas fërkojeni xhamat me drejtim nga lart poshtë. Xhamat duhen pastruar kur nuk ka ndriçim të drejtë për drejtë të diellit. Pas larjes shpëlajini xhamat me ujë normalisht dhe përdorni një nap të pastër për tharjen e tyre. Tretësirën e uthullës ju mundet dhe ta fusni në një shishe spërkatëse dhe ta përdorni një leckë pastrimi në vend të sfungjerit dhe larjes së zakonshme.